Fillimisht do ta nisim me ecurinë e tregjeve. Në sesionin e sotëm do të shohim ecurinë e tregut brendshëm valutor ku vjet re një rënje ndjeshme e dollarit amerikan në tregje ndërkombëtare përjedhoi edhe në tregun e brendshëm ditën e djeshme. Dollari ka realizuar sesionin më të keq që nga viti 2022 kur kulmonte kriza e pandemisë së Covid-19. Në sesionin e kaluar dollari humbi mbi 1.8% të vlerës përballë shportës me 6 monedat kryesore ndërkombëtare, ndërsa në rënje vjon qëndroi edhe në sesionin e sotëm. Gjithçka ka të bëjë me një zbeje me një rënje të besimit të investitorëve tek politikat e Donald Trump përjedhoi edhe besimit tek dollari amerikan sepse normalisht dollari duhet të ishte forcuar nëse do të kishte një luftë tarifave mes ekonomisë amerikane, ekonomisë më të madhe në botë dhe ekonomive të tjera, rreth 90 ekonomia në mban botës që kanë qenë në fokusin e tarifave. Por kjo nuk ka ndodhur dhe dollari është vlerësuar ndjeshëm që nga koha kur Donald Trump nisi fushatën e prezantimit të tarifave në datën 2 prill që e cilësoi edhe dita e çlirimit. Në tregun e brendshëm padyshim që është reflektuar ky zhvlerësim i dollarit amerikan në tregje ndërkombëtare dhe në mëngjesin e sotëm. Sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98, dollari ka humbur rreth 3 pikë të plota në raport me lekun. Nëse e krahasojmë me mëngjesin e ditës së djeshme sot, dollari këmbet me 86.8 në blerje dhe në shitje në 89.5 lekë, duke rëndjeshëm krahasuar me startin e ditës së djeshme, por krahasuar edhe me pak javë më parë. Moneda e përbashkët europiane euro vjon qëndroi pra niveleve më të ulta historike, pranë përposhtë 100 lekëve, e pandryshuar edhe në sesionin e sotëm, pavarësisht luatjeve të mëdha në tregje ndërkombëtare, pavarësisht se euro është rritur mbi nivelin e 1.13 në raport me dollarin, por ky forcim i euros në tregje ndërkombëtare në tregun e brendshëm reflektohet në këmbimin e dollarit me lekun, pra ndjekin të njëjtën trajektore. Franga zvicerane e kategorizuar si një monedhë e sigurt në periudha trazirash është rritur edhe përgjatë ditës së sotme, si pasojë e rritjes së kësaj monedhe përballë dollarit në tregje ndërkombëtare. Franga blihet me 105.6 dhe shitet me 106.6 lekë, ndërkohë paundi britanik është në rënje, blihet me 113.3 dhe shitet me 115.5 lekë, duke publikuar humbje si në blerje ashtu edhe në shitje. Ditën e sotme do të jetë mjaft i rëndësishëm një raport që do të publikohet mbi ecurinë e ekonomisë britanike për gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti. Ndërkohë në ecurinë e dollarit kanadez, sërish tendenca është në rënje. Kjo monedë blihet me 62.3 dhe shitet me 64.3 lekë. Sigurisht se mund ta shohim edhe diferenca mes çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes, ose siç njihet ndryshe marzhi i tregtimit është zgjeruar në 2 lekë që tregon se ka panik në tregje. Dollari australian blihet me 53.6 dhe shitet me 55 lekë, ndërkohë jeni japonez ka humbur 100 darkë në raport me lekun, blihet me 0.59 dhe shitet me 0.62 lekë, edhe lira turke është në rënje, blihet me 2.22 dhe shitet me 2.34 lekë. Denari Maqedonas gjithashtu ka humbur 100 darkë në raport me lekun, blihet me 1.54 dhe shitet me 1.6 lekë. Si denari Maqedonas, ashtu edhe jeni japonez ndryshojnë minimalisht në raport me lekun. Për sa i përket denarit Maqedonas, arsyeja kryesore është se Banka Qendrore ndjek një politikë të kursit fiks të këmbimit të euros me dinarin, ndërsa në rastin e jenit arsyeja kryesore është volumi i ulët i shkëmbimeve të lekut me jenin japonez. Ndërkohë në ecurinë e rublës ruse vjet re një rritje lehtë për këtë monedhë, rubla blihet me 0.8, shitet me 1.01 lekë dhe së fundmi juani kinez blihet me 10.78, shitet me 11.96 lekë. Edhe jeni japonez edhe juani kinez ka vuajtur humbje në kohët e fundit si pasojë e frikës për një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës tregtare midis dy ekonomive më të mëdha të botës, Shtetet e Bashkuara dhe Kinës. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor në mëngjesin e sotëm, sipas Iliria 98 në sesionin e fundit javës, ndërkohë në tregje ndërkombëtare pasi humbi rreth 1.8% të vlerës ditën e djeshme, dollari vjon qëndroi në rënje edhe përgjatë ditës së sotme.
Në sesionin e kaluar, dollari ka njohur ditën më të keqe që nga viti 2022 pra ka realizuar humbjet më të mëdha ditore në të paktën 3 vitet e fundit, pikërisht si pasojë një rënje të besimit të investitorëve në politikat e presidenti amerikan Donald Trump, por një rënje të besimit që është edhe më e rrezikshme tek dollari amerikan si pasojë e këtyre politikave proteksioniste të ndjekura nga shtëpia e bardhë. Në sesionin e kaluar, dollari ra pra nivelit të 101, pra indeksi që mat ecurinë e dollarit amerikan përballë shportës me 6 monedat kryesore ndërkombëtare zbriti poshtë nivelit të 101, që njëkohësisht është niveli më i ulët në 3 vitet e fundit. Ndërkohë përgjatë që nga inaugurimi i presidentit Donald Trump në datën 20 janar, dollari ka humbur rreth 7% të vlerës, ndërsa ka rënë me mbi 2.5%, që kur Donald Trump njoftoi tarifat ndaj vendeve të tjera pra thuajse 10 ditë më parë në datën 2 prill, që nga ajo kohë dollari ka humbur mbi 2.5% të vlerës dhe njëkohësisht pritet publikojë edhe humbja javore në mbyllje të sesionit të sotëm. Sikurse mund ta shohim, euro ka fituar edhe 1.28% të vlerës përballë dollarit, duke i shtuar fitimeve prej 1.8% të ditës së djeshme. Aktualisht një euro këmbet me 1.1340 dollar, duke prekur njëkohësisht nivelin të lartë në të paktën 2 vitet e fundit. Edhe paundi është rritur me 0.65%, kuotohet në 1.3051 dollar, ndërkohë përballë frangës dollari ka rënë me 0.72%, këmbet me 0.8174 franga. Dollari australian ka ndryshuar shumë pak në rënje me 0.1%, këmbet me 0.6216 dollar amerikan. Dollari kanadez në anën tjetër është në rritje me 0.52%, kuotohet në 0.7188 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.88% të vlerës, këmbet me 143.18 yen mesatarisht. Sikurse mund ta shohim, humbjet më të mëdha dollari i realizon në raport me euro, në raport me frangën dhe me jenin japonez, të cilësuara si monedat sigurta. Normalisht duhet ishte dollari si i kategorizuar si monedhe sigurt, por gradualisht euro po e merr këtë status si pasojë se dollari vjen të jetë në fokus të vëmendjes së investitorëve dhe me prekura nga kjo luftë tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe ekonomive më të mëdha të botës. Ndërkohë në anën tjetër, në tregun e kriptomonedhave, ditën e djeshme tregu publikoi humbje mbi nivelin e 3%, ndërsa në sesionin e sotëm Bitcoin dhe kriptomonedat e tjera janë rikthyer sërish fitimeve, duke rikuperuar një pjesë të humbjeve të realizuara në sesionin e kaluar. Në një farë mënyre, investitorët nuk janë bindur nga vendimi i Donald Trump për të pezulluar me 90 ditë tarifat e vendosura ndaj vendeve të tjera dhe për gjatë kësaj periudhe 90 ditore do të ketë një tarif të sheshtë në nivelin e 10%. Presim tabelën për të parë ecurinë e kriptomonedhave deri në këto momente, ku sigurisht e tham Bitcoin është rritur sërish mbi nivelin e 81.000 dollarëve. Rritja është me 1.81% dhe kuotohet në 81.320.45 dollar. Edhe Ethereum ka fituar 1.73% të vlerës, kuotohet në 1.555.97 dollar. Ripple në rritje me 0.87%, është ngjitur sërish pra nivelit të 2 dollarëve për çdo njësi Ripple të tregtuar. Litecoin në rritje me 2.95%, tregtohet me 75.49 dollar dhe Bitcoin Cash është rritur me 2.22%, tregtohet në 299.16 dollar, shumë pra nivelit të 300 dollarëve. Ndërsa në tregun e naftës benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm, megjithatë pritet publikojnë humbje javore për të dytën javë me radhë. Investitorët janë të shqetësuar se një luftë e zgjatur tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, dy ekonomitë më të mëdha në botë, do të dëmtojë kërkesën për naftë dhe njëkohësisht do të ngadalsojë rritjen ekonomike globale. Për gjatë kësaj jave, nafta Brent ka humbur 4% të vlerës, duke i shtuar rënjes me 11% të javës kaluar, ndërkohë nafta bruto amerikane ka humbur 3.8%, ndërsa javën e kaluar gjithashtu edhe kjo kontratë ra plot me 11%. Aktualisht nafta Brent tregtohet në 64.02 dollar për fuqi dhe në harkun e një jave ka humbur thuajse 10 dollar. Nafta bruto amerikane në rritje me 1.18% të vlerës
tregtohet në $60.78 për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur me 0.63% dhe tregtohet në $603.63 për ton. Ndërkohë në ecurin e tregu të metaleve të çmuara nuk pëndalet rritja e metalit të verdh që ka regjistruar një nivel të ri rekord prej $3.223.9 për oncë dhe vetëm në sesionin e sotëm ari ka fituar 1.46% të vlerës. Ka thyer thuajse 18 rekorde për gjatë vitit 2025, pra ka regjistruar rekord pas rekordi. Investitorët tashmë mendojnë se përshkallëzimi i luftës tregtare do të bëjë që investitorët të mbështeten tek metali i verdh për të mbrojtur ndaj këtyre zhvillimeve, për të mbrojtur njëkohësisht edhe nga një kërcënim i mundshëm i inflacionit, sepse ari njihet si një mbrojtës i inflacionit. Gjithashtu edhe zhvlerësimi i dollarit amerikan ka ndikuar në rritjen e çmimeve të metaleve të çmuara sepse janë të denominuara në monedhën e gjelbërt dhe bëhen më të lira për blerësit që zotrojnë monedha të tjera. Argjendi është në rritje me 1.81%, tregtohet në $31.32 dhe platini ka fituar 1.17% të vlerës, tregtohet në nivelin e $944.2 për oncë. Do të kalojmë tani edhe në tregun europian të aksioneve, ku vjetre një stabilitet në sesionin e sotëm pas luatjeve të mëdha përgjatë kësaj jave, si në rritje ashtu edhe në rënje, duket se tashmë investitorët po presin për tjera zhvillime dhe sesioni parashikohet të jetë me një volum të ulët të shkëmbimeve pra të blerjes dhe të shitjes së aksioneve. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0.29 dhe 0.16%. CAC 40 i Parisit dhe FTSE MIB i Milanos janë rritur me 0.64 dhe 0.13%, ndërkohë vetëm indeksi i Zyriut CMI është në rënje me 0.21%. Në këtë mënyrë, tregu është stabilizuar pas fitimeve që realizoi, fitimeve me mbi 6% në sesionin e kaluar, por më herët gjatë javës pati njëkohësisht edhe rënje të konsiderueshme me 3.5 apo 5 apo edhe 7%. Investitorët gjithashtu në sesionin e sotëm po presin edhe dhënat mbi prodhimin e brendshëm bruto në Mbretërinë e Bashkuar për 3 mujorin e parë të këtij viti dhe parashikohet që ekonomia ishullore të rritet lehtë me 0.1% apo të qëndrojë edhe në stagnacion. Në Wall Street, tre indekset kryesore pas fitimeve të realizuara që varionin nga 8 deri në 12% për indeksin Standard & Poor's 500, ditën e djeshme janë rikthyer sërish humbjeve për të njëjtën arsye paqartësive të panjohurave që ekzistojnë në lidhje me politikat që po ndjek Donald Trump dhe Shtëpia e Bardhë. Dow Jones ka rënë me 2.5%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë humbur 4.31 dhe 3.46% të vlerës. Do të shohim njëkohësisht edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Sartorius është rritur me 4.05%, Vonovia, Continental, Siemens dhe Adidas janë rritur nga 1.67 deri në 2.2% të vlerës dhe së fundmi në kompanit që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, sektori automjeteve, sektori bankar janë rikthyer sërish humbjeve dhe investitorët do të vijojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me luftën tregtare mes ekonomive më të mëdha në botë, luftë tregtare iniciuar nga Shtetet e Bashkuara. Deutsche Telekom ka rënë me 1.8%, Siemens, Henkel, MTU dhe Hannover Rüegg janë rënje nga 0.45 deri në 1.04%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.